Hetimet e SPAK për dosjen Balluku kanë hyrë në një fazë të re, pasi agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit kanë kryer kontrolle në disa ambiente private dhe zyrtare në Tiranë dhe Vlorë. Sipas burimeve, kontrollet janë zhvilluar në kuadër të procedimeve që lidhen me 2 kontrata publike të rëndësishme, tenderin për ndërtimin e tunelit të Llogaras dhe lotin 4 të Unazës së Madhe në kryeqytet. Belinda Balluku është marrë pandehur nga SPAK në tetor të vitit 2025 për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera lidhur me procedurën e tunelit të Llogaras. Më pas, hetimi u zgjerua edhe në kontratën e lotit 4 të Unazës së Madhe, ndërsa gjykata e posaçme caktoi ndaj saj masën e sigurisë, pezullim nga detyra dhe ndalim i daljes jashtë shtetit. Sipas organit të akuzës, hetimet janë shtrirë edhe në disa procedura të tjera tenderuese, duke rënduar pozitën e saj penale. Krahas akuzës për shkelje të barazisë në tendera, SPAK ka regjistruar edhe dyshime për korrupsion dhe pastrim parash, akuza që lidhen me periudhën kur Balluku drejtonte kompaninë shtetërore Alp Control. Sipas hetimeve të SPAK, dyshohet se Balluku ka favorizuar një kompani në tenderin për ndërtimin e një godine teknologjike në Alp Control me vlerën në rreth 929.000 euro. Në kuadër të hetimeve, autoritetet kanë vendosur dhe sekuestrimin e një vile në një resort turistik në Erdërmi, pasuri që sipas SPAK është pjesë e verifikimeve për burimin dhe mënyrën e krijimit të saj. Ndërkohë, hetimet vijojnë dhe pritet që kontrollet e fundit të shërbejnë për mbledhjen e provave të reja në dosjen që përfshin disa procedura të mëdha publike në infrastrukturë.